Është kryer studimi i fizibilitetit për hekurudhën Gjakov-Shkodër si pjesë e projektit të gjithëmbashëm Prishtinë-Durrës. Pra, ky segment do të ketë 105 km, do të ketë 43 ura dhe 14 tunele. 35 km, pra kanë më kom të tunelet gjata, të bëhen bashkë normal, apo 1/3 ka me konë tunel. Ky projekt ka me kushtu dikon 1.8 miliard euro si pas studimit e fizibilitetit. Nuk është bëhe ditën data kur do të filloj, mirë po ajo që dihet është që është një nga projektet më të rëndësishme shqiptarë apo Kosovë, Shqipëri, ta quajmë si të dojmë. Projekti është i mirë së ardhen, është prit jashtëzakonisht mirë, shpresojmë që të nisë për së mbari edhe t'i bashkoj edhe me tepër vendet tona. Follow faqes për ma tepër për ne.